diktaturë tjetër nuk e ka. Ka drogën dhe parat e saj. Ka drogën dhe parat e saj. Vetëm një person i lidhur me Edi Ramën dhe qeverinë, vetëm në një vit, tregtoi 28 ton kokain. Dhe këto janë dhëna tona. Këto janë dhëna të Agjencive Ndërkombëtare të Zbatimit Ligjit. Dhe ky është Franz Çopja. 17 ton i çoi në Rotterdam. 11 ton i çoi në Antwerp. Po çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se vetëm me këta të Antwerpit, ky mori 3 miliardë euro. Çfarë do thotë për ne shqiptarët kjo? Se ai shqiptar është. Për Edi Ramën do të thotë fuqi elektorale, blerje votash, dhunim ligji, dhunim kushtetute, për qytetarin e thjesht që do të jetojë me nder dhe dinjitet. Kjo do thot varfrim, kjo do thot mjerim, kjo do thot vrasje, kjo do thot krim. Kjo do thot krim. Ky është vetëm një person. Këto para krime më lehtë se kudo tjetër i sjellin në Shqipëri. Dhe jo vetëm në Shqipëri që këta diktojnë rezultatet e zgjedhjeve më shumë se çdo gjë tjetër. Po këta kanë filluar të luftojnë për diktuar rezultatet e zgjedhjeve në Ekuador, në Paraguay, Uruguay, këta vrasin kandidatët për president, vrasin gjykatës, vrasin prokuror, dhe megjithatë, këta kanë mburoj apo mbështetje pothuaj zyrtare qeverinë e Tiranës, tek e cila gjejnë hapësirën më të madhe për të lapë parat e tyre të vrasjeve, të krimit dhe të drogës. E vërteta, këtu do nalem në këtë moment, është shumë e hidhur. Pak më hidhur se po e them. Sepse ky narkoshtet që po rënon kombin tim, kombin tonë, që nga viti 2014 deri në vitin 2023 largoi nga Shqipëria vetëm hapësirën europiane sipas statistikave të Bashkimit Evropian, largoi nga Shqipëria 1.099.000 shqiptarë. Pse i largoi? Si i largoi? I largoi sepse shkatroi ekonominë. Euro dhe dolari u zhvlerësuan me 30-35%. Dhe unë i kërkoj guvernatorit të bankës të jetë transparent dhe i hapur. Stabiliteti monetar i Shqipërisë është një fatkeqësi kombëtare. Për faktin se ai para syve tanë, narko-euro, euro e kokainës, e heroinës,
dhe kanabisit. Shtrin për tokë, euron e djersës, euron e mundit, euron e krijimit të eksportuesve shqiptarë. Dhe këta, për shkak të këtyre narko-euro që vinë dhe futen në rrënjë të ullive, në arka, këtyre u bie kursi, dhe u ju garantoj se me mira për i tyre falimentuan. Falimentuan sepse nuk ka eksporte me fitime 50%. Nuk ekzistojnë ato. Aq më tepër kur një pjesë e madhe ishte industri fasoni, dhe në qoftë se u kujtohet, Edi Rama, për të justifikuar këtë dramë të madhe, është industrie botës tretë shpallte atë. Haptas, pa çka sa ajo punësonte në atë kohë kur ai fliste 120.000 shqiptarë. Dhe e përzum për shkak të drogës. Se i hapëm dyert narko-euro dhe narkodollarit. Çfarë pasojë është tjerë? Lexoni statistikat e Instatit. Prodhimi industrial është në recesion. Prodhimi bujqësor është në recesion. Ka një sektor që u bë sinonim i drogës, ndërtimi. Ky është 3 herë më i lartë. 3 herë më i lartë se sa treguesi i ndërtimit mesatar në Bashkimin Evropian. Është më i lartë në Europë dhe 3 herë më i lartë se sa treguesi mesatar i ndërtimit në Bashkimin Evropian. Faktori i dytë janë rrogat e shqiptarëve, këto 2 shtylla ka ekonomia shqiptare sot. De facto ka drogën dhe taksat e shqiptarëve. Ndërtimi, sipas hetimeve që janë bërë, del se 80% e parave të ndërtimit janë drogë, nuk vinë nga bankat, vinë nga rrënjët e ullive. Arkat e futura në rrënjët e ullive. Çfarë ka sjell kjo? Kjo ka sjell tretjen e kombit shqiptar para syve tanë. Rënjen e prodhimit, rënjen punësimit, largimin masiv të qytetarëve nga Shqipëria. Shqipëria eksportues madhor i krimit në Europë dhe në botë. Rrëmbim në zgjedhje nga krimi. Kjo është e vërteta për çdo shqiptar. Në një kohë kur Shqipëria ka pasuri prallore. Prallore. Më të pakrahasueshme me çdo lloj pasurie tjetër natyrore. Dhe çdo pasuri ka. Nuk ka një vend të dytë të bekur si Shqipëria që të ketë të gjitha pasuritë. Ka që kanë rezerva gjigande nafte, po s'kan ujë, detyrohen të shkriprojnë detin. Kurse ne jemi të bekur me ujë, me naftë, me çdo gjë. Këto ditë një studius serioz publikoi një studim të tij. Çfarë gjeti? Çmimet në Shqipëri 118% më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian.
çmimet e ushqimeve, më falni. Çmimet e ushqimeve në Shqipëri 118% më të larta se në Bashkimin Evropian. Po ky që jeton këtu me 300 euro, 500 euro, pra ky shpenzon 18% më shumë se sa po t'ishte në Itali, sa po t'ishte në Greqia, po t'ishte në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. E vërteta është se ne kemi qëndruar kundër narkoshtetit. Partia Demokratike ka qëndruar. Por duhet të them këtu se ky nuk zbriti nga qielli. Natyrisht që Edi Rama promotor, po Edi Rama u mbështet dhe vazhdon të mbështetet për narkoshtetin e tij. Vazhdon të mbështetet. Në një kohë kur nga Kakavia gjerë në kufi me plavë, Shqipëria me malëzi plavë, Shqipëria u mollë në mira plantacione kanabis. Ju kujtohet ju se si Donald Lu mlodhi 1500 policë në Pallatet e Kongreseve u thot për gëzime të mëdha, për luftën e jashtëzakonshme që po bëri drogës. Unë e shifja që ai ishte shkatrimi i vendit. E takova dhe i thash: ambasador, kjo që bëre ti është mbështetje për vendosjen në Shqipëri të narkoshtetit. Jo, tha, ne nuk merrem me drogat e forta. Nuk merrem me drogat e buta, merrem me drogat e forta. Ashtu i thash unë. Po të themi gjë tjetër, i thash. Gjatë 10 viteve në pushtet, gjatë viteve 8 viteve në pushtet, agjensitë tuaja të zbatimit ligjit bënin nga 10-15 mbledhje në vit bashkë me përfaqësuesit tanë për të pasë mos po ka kun burime financimi terrorizmit. Dhe unë isha shumë mirënjohës. Tani që një 200-300 shqiptarë luftojnë me Kalifin, luftojnë me Al-Bagdatin për kauzë të gabuar, Kalifi mund të thotë shkojnë na milli kanabis dhe i sillni parat. E vërteta është çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Trafikantët shqiptar pushtuan Italinë dhe Europën me kanabis. U bën një me ndragetën dhe kamorën. Në 18 muaj, autoritetet italiane kanë konfiskuar 330 skafe, kanë arrestuar, zakonisht kapët 10%, kanë arrestuar 720 skafist. Dhe ushtria e kanabisëve, bashkë me kumbarët e tyre, u vërsulën drejt Amerikës Latine dhe kanë kapë sot majat. Përsëri sot mbështetet. Ju e keni dëgjuar reagimin e ambasadorit Bashkimit Evropian, reagimin e fundit. Unë do t'u them ju dhe shqiptarve se kundërshtitë e mia me këtë zotëri nuk sigurisht që kishin lidhje me ligjin që s'mund ta pranoj kurrë. Një ligj të cilin nuk e kanë pranuar 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Nuk kanë pranuar. Një ligj të cilin
gjykata kushtetuese franceze e ka hedhur poshtë në vitin 2016. Një ligj të cilin gjykata kushtetuese e Shteteve të Bashkuara e hodhi poshtë para 2 ditëve. Një ligj të cilin, sepse ky buroi nga ekstremi majt në Shtetet e Bashkuara, nga Najfryu, nga Sorsi e stërsorës e tjera, atje filluan të aplikojnë. Një ligj i cili për të cilin gjykata europiane e të drejtësisë në Luksemburg ka shkruar se çështja e gjinisë, çështja e shteteve anëtare dhe jo nuk buron nga e drejta e bashkimit. Dhe e morën e vunë me urgjencën më të madhe. Por unë prapë pranoj se cili duhet marrë pikpamjet që ka dhe të mbrojë atë që mendon. Por me atë që u zbie dakord kurrë me te, është sepse ky zotëri Spari u thot deputetëve të Partisë Demokratike dhe jo vetëm se ai narkoshteti që flet për cilin flet Berisha nuk e beson njeri as këtu as në Luksemburg. Sigurisht. Sepse ti çon ato, i them, çon ato informacione të cilat absolutisht janë të pavërteta se narkoshteti është realiteti më dramatik, më tragjik i shqiptarëve. Atëherë unë drejtoj pyetjen. Na thuaj pse ikën 1.099.000 shqiptarë gjatë viteve të narkoshtetit? Na thuaj çfarë janë to kulla, të cilat vetëm 20% e kanë nga bankat, tjerat i kanë? Na thuaj çfarë përfaqëson Adelaide Roko, motra e vëllezërve Roko, drejtoresh e planifikimit dhe urbanistik për gjithë zëvendësi Edi Rams në këto funksione. Na thuaj çfarë do thot ky kurs me 30-35% i rrëzuar për tokë. Unë zotërisë dhe cili do që i morë narkoshtetin, i them me dashje ose pa dashje e mbështet Edi Ramën në platformën e tij. Do t'i themi gjërat hapur si që janë, që të dim se në ç'kushte jemi. Një javën që kaloi, vjen këtu një delegacion i ndëruar i Parlamentit Evropian, Komiteti i Stabilizimit. Dhe po ky zotëri u thot se kryetari i Partisë Demokratike, lideri i opozitës,